Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për protestin zgjedhor të 11 majit, atë që e pret Shqipërinë tashmë. Sot më është prezantuar raporti OSBE Odirit me shumë problematika të konstatuara nga vëzhguesit e drejtuesi i misionit, por a do të thotë kjo që u njohën zgjedhjet apo jo, do të flasim për këtë me zotin Spartak Topollaj, ambasador diplomat, njohës mjaft i mirë i çështjeve të politikës dhe të kësaj gjuhe të drujt që nuk e dim se ku do të ta çojë pas këtij raporti. Zoti Topollaj, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje i nderuar. Zoti Topollaj, ju e keni dëgjuar raportin. Kjo do të thotë që u njohën zgjedhjet? Sapo e ndoqa me vëmendje dhe po vazhdojnë konferenca e shtypit edhe pyetje përgjigjet atje, por edhe pa e ndëgjuar, edhe pa e parë, edhe pa e ndjekur me vëmendje, pak a shumë ishe i sigurt që me këtë gjuhë do flasin ndërkombëtarët, siç kanë folur vazhdimisht. Kjo është e padrejtë, nuk është korrekte, nuk është e ndershme. Se ku e ka hallin në Europa, unë do t'jap vetëm një detaj, që në pamje të parë duket sikur nuk ka lidhje me këto zgjedhje, por ka lidhje me një mentalitet të hershëm dhe në mënyrë të çuditshme llastues për të majtën shqiptare, por edhe të majtën në përgjithësi. Edhe pse tani Këshilli i Europës dhe Parlamenti Evropian në shumicë janë të djathtë, prap forca e të majtës europiane është e dukshme, sidomos te OSBE dhe Odiri, ku ka shumë nga ish sorosianët aktiv, të gatshëm ta kërkojnë qimen vezë të opozitës shqiptare dhe të bëjnë sikur nuk e shohin traun në syrin e qeverisë së majtë të kryeministrit Edi Rama. Në raport kishte, se ju ndërpreva, ju kërkojnë ndjes, kishte mjaft problematika nga presioni te përdorimi i administratës, i financimeve, pyetjeve për i kam dëgjuar me vëmendje, po të lutem të mos shkëputem nga ky detaj. Ju kërkojnë ndjes. Duket sikur s'ka lidhje, po ka lidhje. Në 14 tetor 2014 kam qenë prezent në stadiumin Juna, Jugoslavenská národná armia, ose stadiumi Partizanit, ku luajti përfaqësuese e Shqipërisë me atë të Serbisë. Tashmë dihet dhe është parë se çfarë ndodhi atje. Po kur je dëshmitar okular dhe shikon se çfarë masakre bëri edhe vetë policia serbe, e detyruar rreptësisht të ruaj rendin dhe në mënyrë të veçantë skuadrën mike, unë me sytë e mi pash se si policia e Serbisë, policia e Vučićit, e Miloševićve, Vučićve, Dačićve, Nikolićve, i shkelmoi futbollistët tanë, deri këtu arritën. Dhe ku erdhi puna, ju dhanë një dënim shumë të lehtë. Natyrisht që i përjashtuan nga e drejta për të luajtur më në atë edicion, dhe shkuam ne në Europian, në Francë, ku edhe kam qenë prap dëshmitari, kam parë ndeshjet. Por dënimi ishte shumë i lehtë, gati qesharak, ndërsa UEFA duhet jepte dënimin 10 vjet të mos luhej më ndeshje ndërkombëtare e përfaqësuese serbe, nuk flas për skuadrat, në Beograd. Dhe kur vjen puna, thashë e dënuan shumë lehtë. Kështu ndodh çuditërisht edhe me zgjedhjet. Llastohen e majta shqiptare, llastohen miqtë e Vučićit, sepse e ka deklaruar vetë kryeministri Rama që jam mik i Vučićit, edhe pse Vučići ishte Goebbelsi dhe Zhdanovi i Miloševićit, i krye kriminalit dhe krye kasapit, prap këta i llastojnë të majtët kudo që janë, a në Serbi, a në Shqipëri, që janë shumë të ngjashëm, si autokrat dhe si miq për kokë me njëri tjetrin. Kjo është e çuditshme. Natyrisht kësaj radhe ka një kritik pak më të kripur. Nuk është aq e ëmbël sa herët e tjera, kur bënin sikur i kritikonin. Tani janë disa vërejtje esenciale që qëndrojnë. Por në fundit jam i sigurt që do thonë sidoqoftë për standardin shqiptar dhe për mentalitetin dhe optikën me të cilën ata e shohin Shqipërinë, se ata e dinë Shqipërinë e 97-s, të rebelimit komunist, do thonë që duhen pranuar, opozita mirë, usoll mirë, bajti qëndrim korrekt, pati disa shfaqje, por ne jemi dëshmitar të gjërave më të shëmtuara që mund të ndodhin në një vend, nëse ai quhet demokratik dhe nëse aspiron, siç edhe aspirojmë, të jemi pjesë e Bashkimit Evropian. Mjafton
të kujtosh sekuencat filmike me Erion Braçën, me Vorën, me shpërndarjen e eurove, sterlinave, pra poundëve dhe lekëve, tollonave të naftës dhe benzinës në Dibër, në dy fshatra, në Maqellare, në Pilafe, apo në vende tjera. Mjafton të shikosh zhvillimet se si komisionerët socialist, të ashtu quajturit vëzhgues, që si ishin as pak vëzhgues, po ishin me badge falso këtu në Gjoks. Me emrin e kishte ndryshe, atje shkruhej ndryshe. Kush i bëri këto? Pa dijenin e qeverisë? Tjetër, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. U bë si kryetari Mao, kryetari Celibashi. Nuk tundet nga vendi Celibashi. Edhe pse në zgjedhjet e mëparshme të 2021-shit u kritikua rënd nga më e madhja gazetë europiane, gjermane dhe europiane, Bild, prestigjozja Bild që ka rritur kulmin. Asnjë gazetë tjetër në Europë nuk ka tirazhin 7.500.000 kopje në ditë. Dhe kjo gazetë, me zë dhe me figurë, nxorri të regjistruara bisedat e krerëve socialist me bandit, që drejtonin gishtin tek njerëzit e tyre të cilët duhet të rriteshin në përgjegjësi, u përcaktoheshin funksionet, lavdroheshin për vjedhjen e votave. Dhe kur vjen puna, rjeta që hodhi Spaku, që do ta quaja Aspaku, kapi ca cirojnë të vegjël, ndërsa peshkaqënët e mëdhenj, jo vetëm që janë sot e kësaj dite akoma në politikë, po kulmi është se u rikandiduan dhe madje edhe do fitojnë. Kemi rastin ta zëm Blendi Klosi. Pikërisht në Dibër, u përmend nga Bildi, Damian Gjiknuri, Ulsi Manja, etj. Dhe kur vjen puna, ata rikandidojnë dhe rizidhen deputet. Asnjë ferr nuk u hyrin këmbë. Kjo është për sa i përket zgjedhjeve. Prandaj Celibashi njerë nuk duhet ishte as pak në krye të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, sepse mos harro që ka qenë ministër i Edi Ramës. Si mund të jetë i pavarur një ministër që varej nga kryeministri? Ma thuaj pak më ku ka vend të rri kjo? Pse më nuk u gjet një personalitet me të vërtet i pavarur që nuk është as me PD-n as me PS-n, politikisht flas si pjesë e tyre, e organizmave të këtyre dy partive të mëdha. Prandaj Tjetra që nuk kuptoj është si ka mundësi që nga Iran në Europë nuk na pranojnë, se tonë s'keni plotësuar standardet, kurse kur vin këtu me standardet që kemi ne njohin zgjedhjet. Jo, me këto standarde që këta njohin zgjedhjet, ne duhet zgjidhemi në krye të Parlamentit Evropian, të Këshillit të Europës dhe të Komisionit të Bashkimit Evropian. Edi Rama mund të bëhet kryetari i Komisionit në vend të von der Leyen, edhe kryetar të Parlamentit Evropian dhe kryetar të Këshillit të Europës duhet zgjidhur jo Spiro Pali, jo kush ke shefti Belinda Balluku. Kështu që kjo është me tërmend e çuditshme, është një tallje, është një fyerje për inteligjencën origjinale, natyrale të shqiptarëve dhe arrin kulmin dhe mendoj se është fyerje edhe për vetë inteligjencën artificiale që shkenca e sofistikuar e kanë nxjerrë tashmë dhe e përdor. Kjo është të fyen inteligjencën natyrale dhe artificiale. Si mundet më që nga këto zgjedhje të rregullta, përgjithsisht të rregull, pati ndonjë incident. Si më pati ndonjë incident? Tash i kthehemi këtij fakti. Sa është administrata e sotme dhe sa ishte në 2013? 250% më e madhe. Po mirë, a u shpenzuan miliona e miliona euro për ta kompjuterizuar sistemin administrativ? Gjë që do të thotë se duhet paksoheshin patjetër punonjësit, qoftë qeverisë qendrore, kryeministri, ministri etj., qoftë të bashkive. Këto del që janë të refishuar. Pse janë të refishuar? Po duhen vota pra, sepse çdo punonjë shteti ka gruan, fëmijët, nipat, mbesat, kunatin, baxhanakun, vllajin, motrën, tezën, gjyshen, stërgjyshin etj. Dhe kështu po t'i shtojmë dhe faktin që në 12 vite janë larguar 1.099.000 shqiptar, nga të cilët pa diskutim shumica dërmuese e tyre, mos japim shifra se ato nuk janë të regjistruar PD apo PS, po patjetër që kanë qenë demokratë, që kanë ikur sepse
i përzuri Edi Rama, do të themi me plot gojën i përzuri. Natyrisht ai nuk e thot. Shpeshherë ka thënë dhe këtë që po mirë për të ikur ikin edhe nga shtetet tjera. Është botë demokratike, ka drejt iki. Po mos na gënjene me këto prradha. Se po të ishin mirë, nuk iknin. Pse nuk ikin slovenët? Të bëj një pyetje. Pse nuk ikin kroatët? Edhe ata vonë janë futur në BE, se kanë qenë pjesë e kampit socialist në ish Jugosllavi, apo bullgarët, apo rumunët, apo hungarezët. Pse ikin 1 milion e sa shqiptar? Po sa milion është Shqipëria i nderuar? Pra mos harro që ky raport ta zëm me Rumaninë, Bullgarinë, Çekinë, Kroacinë, Sloveninë është shumë i vogël në raport me popullsinë e tyre, kurse tek ne është 1/3 e Shqipërisë. Po e pranojmë 3 milion, 1 milion e sa ikën vetëm në këto 12 vjet. Edhe nga 1 milion kanë ikur më përpara në Itali e në Greqi, mi gjeti mua ku do t'jenë demokratët. Se thonë këta si e shpjegon opozita humbjen. Po çfarë humbje më? Çfarë humbje dhe çfarë fitore është për Edi Rama? Fitore si e Pirrës? Unë jam i sigurt që administrata e presidentit Trump do të ndalet. Nuk do ta kaloj siç e kalonte Sorosi me Bidenin, Blinkenin, Yuri Kimin dhe me McGonagallët. Po si do të ndalet? Deri ku? Sepse kush është vendimi që mund të marrë? Po vendimin e din ata, ne s'bëjmë dot kompetentin, ti jemi të sinqert tani. E din ata, po unë besoj. Qofse mund t'ju bëj një analogji, javën tjetër, këtë javë që vjen, liderët e Bashkimit Evropian të samitit të komunitetit politik do të vinë në Tiranë. De facto ajo mund të ekzistohet si njëojë, pavarësisht se do vinë për një drekë edhe për disa deklarata se fuqi ekzekutive, vendime, deklarata ata nuk marrin. Ndërkohë që nga ana tjetër, Matano Qani. Të mirë kuptova, Dilber. Kjo është shumë e ngjashme me këtë tjetrën që i parapriu kësaj konferencës që do vinë ata. Rrethi ciklistik i Italisë, Giro d'Italia, që unë e kam përjetuar disa vite në Itali. Pse u duhet vinte në Shqipëri në ditët e zgjedhjes? A ka mundësi të më thuash? Si mund të bllokohet Vlora, një nga qytetet që Edi Rama e përmend me superlativa? Vlonjatët dhe Vlorën, edhe ka drejt se kanë kontribut të madh në histori, sidomos për pavarësinë. Si të mund bllokohet qyteti i Vlorës? Për orë të tëra, nuk votuan një, shikon pjesëmarrjen në Vlorë, 30%. Më pak se 1/3 e zgjedhësve ishin në Vlorë. Pse? Ata të vetët zgjohen që me natë, e kanë ngdhirë e qendra e votimit, militantët dhe patronazhistët, socialistët e lindas të Vlorës. Demokratët kanë menduar që do shkojnë në një orë të përshtatshme kur t'ju bëhet dhe mbar, se gjithë ditën përpara e kanë. Mirë, po ja që 4 orë u bllokua Vlora, plus distanca e largët në zonat e fshatrave të Vlorës, duhet shkosh me makinë. Me makinë ishin bllokuar rrugët dhe kështu fiton Edi Rama. Një nga djallësitë e tij. Edhe kjo konferencë normalisht nuk duhet ishte pranuar, edhe këtë do ta them troç. Nuk kursehem as pak edhe për kritika ndaj Këshillit të Evropës, sidomos ndaj zonjës van der Leyen. Nuk duhet të pranonin kurrë ata që në ditët e zgjedhjeve të bëhet kjo konferencë, sepse është një lloj konfirmimi për qeverinë nëse ata vinë. Dhe Edi Rama po me djallëzi e shfrytëzoi këtë. E fundit në këtë pikë është edhe kjo. Ke parti, me qenë se i përket aspektit ndërkombëtar dhe diplomacisë, ke parë në flamur amerikanti gjatë fushatës të 2025 nga mitingjet dhe organizimet e takimet e Partisë Socialiste? E kanë përmendur kundi presidentin Trump? Ja, kishte kartën e BE-s, e la trumpizmin nga opozita. Jemi te Amerika një që është superfuqia e botës dhe shteti më demokratik në botë. Tjetër, atë kujtohet i dashur dhe i nderuar dhe i respektuar se kur Trumpi u zgjodh president herën e parë në 2016 deri 2020, ky pa u zgjedhur akoma Trumpi lëshoi ca proçka që s'mund t'i thot kur një politikan, kushdo qofte si do qofte ai. Ky e sulmoi egërsisht Trumpin bile e quajti fatkeqësi botërore, sepse ishte porosia e Sorosit dhe ky është një nga njerëzit bashkë me Dalierin më të parapëlqyerit e Sorosit, plak dhe Sorosit të ri. Tani, si e ktheu pllakën
jo 100%, por nuk di 359 gradë e mori kthesën, se 360 do thot kthesh atje ku ishe. Po 359 gradë, ky filloi të lavdroi Trumpin, tani që fitoi për herë të dytë mandatin e dytë. Pra e kupton çfarë hipokriti, çfarë karakteri ka ky njeri dhe ky politikan dhe ky kryeministër. Kështu që këta që përgjëroheshin për Amerikën, tani heshtin. Këta që s'lan gjë pa thënë për Amerikën, kur erdhi James Bakeri, edhe kur erdhi George Bushi, thani votën dhe orën, mos harroj dashur, këtë po ta them me siguri absolute, ora e presidentit Bush është orë e lidhur me qendrën nukleare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që kontrollon me satelit dhe me sistemet më të sofistikuara çdo lëvizje dhe rrezik bërthamor. Dhe ora e presidentit amerikan, në këtë rast e Bushit, ka butona që nëse shtypen ato do thotë që Amerika të përgatitet për të përballuar një sulm bërthamor. Kështu që shoqëruesit e tij e dinë këtë dhe për të mos pasur në incident gjatë futjes në turm siç e peti në fushkruj të presidentit Bush, ata i rekomandojnë heqjen e orës. Dhe këta thanë ja vodhën orën në fushkruj. Po kur dolën këta fushkrujësit hajduta të orëve të presidentit amerikan, e kupton çfarë poshtrimi ju ka bërë ky shqiptarëve me mediat e tija, gati në orgazm, e po masturbonin këta të Top Channelit, duke menduar se është e vërtet që i vodhën orën Bushit. Ja, pra këta janë, dhe Bushi bëri 3 deklarata super të fuqishme. Kosova e pavarur, Shqipëria në NATO, shqiptarët pa viza. Në krah të Sali Ram Berishës, jo në krah të Edi Ramës. Le ta kaloj tani oqeanin, meqense i bëri pyetjen Berishës ky. A e kalon dot oqeanin? Le ta kaloj tani oqeanin Edi Rama. Ta shikojmë, do ta kaloj apo me gjithë të zgjedhjet. Pra ju parëndoni që nuk e kalon dot. Unë mendoj që jo. Po kjo do të thotë që është diçka e përkohshme, nuk i jepet një vizë, nuk ftohet andej, apo mund ta shpallin Jo, nuk është e përkohshme. Nuk është e përkohshme. Si diplomat diçka di dhe diçka arsyetoj. Është diçka që nuk shkon me Edi Ramën. Tjetër, po pse megjithmonë ti kujton se është e pavërtet heqja e non gratës, që mediat e Edi Ramës të paguara me miliona, të mbushura me publicitet, reklama, milionçe, bosët e cilëve këtyre medjave janë dhe nga ndërtuesit më të mëdhenj, fituesit e tenderave, koncesioneve, PPP-rave, etj. Jo more i dashur, jo more mik i nderuar dhe i respektuar. Nuk ka më budallënj, thash, këta të fyejnë inteligjencën artificiale, se ato natyrale e natyrore ta fyejnë që shkeme të. Pse këta e mbrojnë me të madhe çështjen non grata, sikur vazhdon të ekzistojë. Gazetari atashuar pranë State Departamentit Amerikan, pra Departamentit Shtetit, deklaroi që unë pyeta zyrtarisht, dhe po zyrtarisht mu deklarua që Sali Berisha, lideri i Partisë Demokratike, ish presidenti, ish kryeministër, ka të drejtën të udhëtojë drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. S'ka nevojë ta thonë ata, ja hoqëm non gratën. Mjafton ky fakt dhe tregon që non grata ka rënë. Po s'duan ta pranojnë këta. Dhe gjejnë 101 mënyra si ti turbullojnë mendjet e shqiptarëve. Por unë do thosh edhe një gjë. Ata kanë një sukses. Ku e kanë suksesin? Jo te trushplarja. I dashur Dylber. Trushplarja është për mashtrim, për demagogji. Ajo nuk ekziston. Pse nuk ekziston? Sepse njeriu o ka tru, o s'ka tru. Trut nuk janë ndresa, kanë atjere mbathje, më falje, qarape, që ndrohen, lahen, e shplahen, por trut janë tru. Ai që ka mend dhe mendon, me mend në kokë, ai e di të vërtetën. Ai që s'ka mend, blihet, shitet, gënjehet, mashtrohet, autosuggestionohet nga fjalët e Ramës. Se janë mjeshtra këta usallarët, Goebbelsi, Zhdanovi edhe Vučići, që ishte edhe Goebbels dhe Zhdanovi Miloševićit, janë mjeshtra për
për propagandë. Ministër ishte Vučići, miku i Ramës. Ministri Miloševićit për informacionin dhe për propagandën. Dhe sot e kësaj dite, jo serbët që i ka gënjur, s'diskutohet, dhe i ka indoktrinuar. Po dhe ndërkombëtarët vazhdojnë ata dënojnë Hashim Thaçin dhe luftëtarët e UÇK-s, që është rreptësisht e padrejtë, dhe nëse kanë bërë ndonjë krim, le ta pranojmë për një çast, kur ta vërtetoj natyrisht gjykata, po le ta pranojmë sikur të kenë bërë, mund të krahasohet UÇK-ja me krimet e Miloševićit, Vučićit, Dačićit, Nikolićit dhe vigjve tjerë të Serbisë. Pa më thuaj pak një, ku është raporti këtu, krahasues? As duhet ishte Vučići shumë herë para Hashim Thaçit në Hag, siç ishte Miloševići, natyrisht, po u mjaftuan me atë që e mori zoti pa ju dhënë dënimi akoma, se dihet që dënimi do të ishte burgimi i përjetshëm për Miloševićin. Po duhet ishte edhe Vučići, zëdhënësi i tij, ministri i tij, miku i Edi Ramës. Dhe nga kjo fitore, që ta mbyll me këtë pikë, nga kjo fitore, një nga njerëzit që gëzohet më shumë është miku i ngushtë i Ramës, Vučići. Nëse fiton Rama, do thotë është bërë loja e Serbisë. Ai thot vetë që është miku im për kokë. Prandaj ata që votuan në Ramën kanë votuar dhe Vučićin. Më mirë ta themi troç, mos i lakojnë fjalës as pak. Kush ka votuar Ramën, ka votuar mikun më të madh të Ramës në Ballkan. Aleksandar Vučić. Ai thot Aleksandar, nuk ja di dhe emrin. Zoti Topolaj, rrotullohet deri tani se nuk ka arritur deri te gjysma e kutive, diçka aty rreth mezit, por te 82-83 mandatet e Ramës. Po të marrim një situatë hipotetike, 84 mandate, çfarë mund të bëjmë me kushtetutën ky kryeminist me 84 mandate? Pra në deri në 2030 kur ne bashk me shumë kënaqësi që mund të flasim prap, çfarë do na ketë ndodhur? Çfarë mund ndodh deri atëherë? Më fal Gilbert. Kena një iluzion ti se ky ka pyetur për kushtetutën në këto 12 vjet? Do të t'jap një 111 fakte që ky e ka në përkëmbur dhe e ka shkelur kushtetutën? Të them një detaj, në gati 30 vjet në politik, nga 98-a, që u bë ministër, pastaj kryebashkiak, kryetar partije dhe kryeministër, dina një auditim ndaj Edi Ramës? Po marrim kontrollin e lartë të shtetit dhe parlamentin, që janë dy institucione që kanë të drejtën kushtetuese dhe ligjore ta kontrollojnë qeverinë dhe kryeministin. Dinë një herë, s'ka lejuar kurrë. Komisioni Noldashin nuk e lejoi të hynte në Bashkinë e Tiranës dhe duhej të hynte me luftë dhe u tërhoq komisioni, sepse edhe ndërkombëtarisht nuk mund të kuptohet se si një kryebashkiak nuk lejon komisionin parlamentar të hetimit të shkeljeve të rënda dhe vjedhjeve dhe korrupsionit që ishte bërë në Bashkinë e Tiranës me mister 20% dhe të tjerët që merrnin para rishvete nga lejet e ndërtimit, nga koncesionet, nga tenderat, nga PPP-t e tjera. E para. E dyta, kontrolli i lartë i shtetit, se ky ishte komisioni parlamentar. Asnjëherë nuk e ka kontrolluar. Dhe nëse do të dishti, as prokuroria, jo, edhe prokuroria speciale, pra SPAK-u. SPAK-u ta i tha për para zgjedhjeve, mos hajdeni, mos tentoni të vini merri telefonin. Po atëherë ishte me 74 mandate, tani është me 84. Po prit se do dalë aty. Lidhur me këtë, pasi ta mbaroj një sekond këtë autogolin e Ramës, lidhur me celularin e tij, që ju tha atyre SPAK-ut që më sukruni me celularin tim, keni gjetur tek bisedat e regjistruara me këta tjerët, me mua jo. Pra kam autogol më të qartë pse. Nëse ishte në rregull Edi Rama, duhet ta thërriste i pari Dumanin dhe Dumanët e tjerë, ti thosh urdhroni një të parin celularin tim, kontrolloni me kë kam folur, i keni ato celulat atje të regjistruara të bisedave, e tjera. Por kjo është e qartë pse. Dhe tash do them edhe këtë tjetrën. Ky Edi Rama synon të marri 84 mandate. Po sikur të mos habitemi që të marri dhe 184, do thuash që 140 janë deputetët. Po që rëndësi ka? Si 184, si 140, janë mbi 84.
Pra jenë rregull. Ai merr sa të doj dhe si doj se i ka marrë të gjitha pushtetet. Të gjitha, në mënyrë absolute. Nuk ka pushtet që Edi Rama nuk e ka marrë. A ka mundësi të bëjë një pyetje? Janë arrestuar, janë përndjekur, janë shpallur në kërkim, janë burgosur, po hetohen zëvendës kryeministra, ministra, deputet, kryebashkiak, drejtorat përgjithshëm, shefa, etj. Tani më thuaj ti mua, a nuk ka të drejtën Spaku si person në dieni, po flasim ligjërisht, pastaj do ta komentoj, si person në dieni, edhe pse është kryeminist dhe kushtetuta ja njeh të drejtë Spaku, se e votuan 140 deputetët, 100% e parlamentit, e deputetët. Pse Spaku nuk e ka thirrur të paktën si person në dieni, nuk po them ta akuzoj. Tash i kthehemi anës morale. Mor zotëri, ky del dhe thotë që nuk më duhet mua se hanin kumbulla, dardha, moll, pjeshka dhe thana të baçja e kryeministrisë, këto ministrat e tij, zëvendës kryeministra dhe deputet. Po mirë, kryeministri çdo të thotë, e besoj është shqip shumë i qartë, kryeministër. Pra është njeriu që të parët që duhet të kontrolloj janë ministrat, se mua edhe ty s'ka që në kontrollon, e para një se s'kemi në gjë për të në kontrollu, e dyta e dije që si shkaktojmë në gjëne, kurse ministrat i bëjnë gjëmën. Urdhë, pse kryeroja i qeverisë dhe kryeroja i buxhetit shqiptar nuk pas ka ditur gjë. Atëre, vetëm për mungesë kompetence, vetëm për mungesë vigjilence, për pa përgjegjshmëri ndaj tyre, ky duhet kërkonte automatikisht dorëheqjen e parë vokueshme. Po kjo s'ka ndodhur. Ai ka gjetur këtë formulën që çdo individ, se çdo berr varet për lëkurën e vet. Si i thon fjalës, lëkurën e vet. Kam gati. Po, dhe kur vjen puna, ky del pastër. Jo, ky është i ndershëm. S'më duhet gjë mua, ato le të shkojnë në burg. Kështu e shiti Lalierin. Do thuash ti, mos jeni gjë me Lalierin, në asnjë mënyrë. Hajdut, super hajdut i korruptuar, mediokër, me një fjalor 300 fjalësh, që na bënte hartime dhe na bën hartime nga burgu, i ka lënë tani se Jusos Lapsi edhe letra atje në të 313, ku është në Durrës, s'ka rëndësi, që na qante hallin e Kajanit, se në këtë botë vetëm Kajani pas ka lindur, dhe vetëm Lalieri me Ajolën pas kanë fëmijë. Ato gratë që janë në burg atje, për një 10.000 lekë vjetë që s'kan pagu energjinë, a për një kasode pa leje, që kanë ndërtuar, ato që kanë 7-8 fëmijë, ato s'ka rëndësi. Kajani është shumë i rëndësishëm. Kajani djali i Lalierit dhe i Ajolës. Dhe ka 2 gjyshe, shumë në formë fizikisht, mund të marri jo 2, po 12 dado, ti paguaj se ka bërë miliona, bashkë me gruan e tij, duke shpikur fondacione e kompaniera pa fund me ca emra të çuditshëm, dhe që kanë bërë shpenzime kolosale për veshjet, që do t'i kishte zili edhe bashkëshortja dhe zonja e parë e Filipineve në atë kohë, Imelda Romualdez Marquez, gruaja e presidentit diktator famkeq Ferdinand Marcos, dhe tani janë rikthyer dhe ata në Filipine, djali i tij dhe vajza e tij janë përsëri në pushtet, por ajo, pra Imelda, një lloj si Ajola, kishte koleksionin më të madh në botë të çantave Firmato, nga më të shtrenjtat, që nga Hermes e Gucci, Stefano Ricci, Pierre Cardin e tjerë, dhe deri te koleksioni prej 3000 palë këpucësh. Imagjino tash, edhe 10 palë ditë sikur të veshësh, sosen ato këpucë, ti ndrosh 10 herë. Kështu dhe Ajola kishte bërë blerje të deklaruara 869.000 euro, po të pa deklaruarat mund të jenë dhe 10 herë më shumë, dhe kishte arritë që deri edhe një palë tanga, më falë domethënë për shprehjen, po tash ato kështu quhen, me gur të çmuar, të kushtojnë 3.000 euro. Pra, kjo Claudia Schiffer apo Naomi Campbell, merre si duash ti top modelen e Lalierit, kjo pas ka këtë të drejtë. Edhe diçka tjetër, se kam frikë se do të harroj. Pse këta dy, ish kryebashkiak dhe kryebashkiak, si Edi Rama, si Lalieri, tani ky kryeminist ai në burg, pse këta nuk jetojnë në Tiranë?
Ja ke bërë ndonjëherë këtë pyetje vetes ose shqiptar, duhet ja bëjnë këtë pyetje më zotëri. Këta janë kryezotrit e Tiranës. Pse këta nuk bëjnë, nuk jetojnë si ne? Po thoni se nuk jetojnë në shtëpinë në qendrën tuan. Pra, ata jetojnë në bunkerin antiatomik, që nuk e dim sa milion euro kushton, lalieri nga kodra e diellit a kodra mbrapa diellit, nuk e dim ku e ka, se ka disa vila ai që ja dhurojnë këta, që i japin leje ndërtimi, që marrin leje ndërtimi, dhe këta jetokan në ajër të pastër me oksigjen të dëndur, kurse ne duhet jetojmë me plurin dhe tymin e makinave të vjetruara që djegin naftën në mënyrë skandaloze. Vetëm për këtë ata s'duhet të meritojnë asnjë votë. Se s'po flas për atë tjetër që del Goxhabur 2 metra i gjatë si thot vetë, që gjoja s'është Hajdut 2 metrësh, po doli që Ilir Beqa që është po aq i gjatë, doli Hajdut dhe është në burg tani. Dhe ky njeri na doli lakuriq. Si mund të votohet për një kryeministër? Kush janë ata? A kanë gra, a kanë nëna, a kanë motra, a kanë vajza? Kur shohin Edi Ramën nudo. Dhe kulmi është bën dhe shkelit të rënd ligjore, që mund të akuzohet shumë mirë nga Spaku për pornografi, për hapje dhe propagandë pornografike. Ju thot fëmijëve, futuni në Google dhe shikoni fotografitë e mia nudo. Për kam më turp më të madh. Ore kjo është për t'i vënë duart në kokë. Zoti Topollaj, po, ju lutem. S'kam çfarë them më se kam një pyetje të fundit, ju lutem thoni në gjykimin tuaj, si mund të frymëzoj tani për ta nisur edhe një herë betejën opozita, pra çfarë duhet bëj, duke nisur se ndoshta mund të ketë edhe brenda pakënaqësi që mund të shpërthejnë tani, mund të kërkojnë dorëheqjen e zotit Berisha, se mund të jenë segmente caktuara, për shembull, një nga antarët e PD-s shkruante sot që Dash Sula, që ka 4 gjëra që ja kanë varrosur PD-n, thoshte ai. Nuk është antar i PD-s, më fal. Ish deputet. Dash Sula është larguar. Ish deputet i PD-s dhe ish antar i Këshillit Kombëtar të PD-s, është larguar, e ka humbur të drejtën morale. Çfarë mund të bëj? Çfarë mund të bëj tani? Ashtu siç e ka humbur dhe Agron Shehaj. Diti në një arsye të vërtet pse ai iku nga PD-ja? Jo. Pasuria e tij 30 milion euro me call center etj. Nuk e di arsyen, iku, krijoi këtë mundësia që është kjo, që mori një 2-3% dhe kaq. Po ama të gjitha këto partitë, se dhe kjo duhet thënë. Arlind Qorri, Adriatik Llapa, Endrit Shabani dhe gjithë të tjerët që kanë ikur si filiale të dalë nga PD-ja, po janë të gjithë karrieristat të smur dhe është edhe Basha që patjetër mendoj unë janë përkthjelur në forma nga më të ndryshmet nga Rama, të gjithë këta ikën për t'i prishur punë PD-s dhe ja rezultati. Një nga arsyet, se thamë, arsye e parë është ikja e 1.100.000 njerëzve, arsye e dytë zmadhimi i administratës, 2-3 fishuar, arsye e tretë krijimi i këtyre partiçkave, që vetëm për të prishur punë për të hequr vota. Se po të ishin gjitha bashkë, siç u takonte, se këta thonë jemi opozitar dhe të djathtë, PD-ja sot ishte e fituar nga zgjedhjet e 11 majit. Po çfarë duhet bëj tani? Po tani është jo shpejt, po është akoma e padrejtë të flasim sepse s'ka dalë rezultati. Do ta presim rezultatin. Kur ta shikojmë të vërtetën në sy, kur të ballafaqohemi me ato shifra që këta do publikojnë, edhe pse e di shumë mirë unë të vërtetën, se po të kujtoj dhe një detaj tjetër që lidhet me këtë, edhe me ndershmërinë e këtyre institucioneve shqiptare. Të kujtohet i nderuar Ylber censusi i regjistrimit popullsisë? A e diti se për sa minuta dele rezultati i të gjithë të dhënave pra censusit të popullsisë me sistemin e sofistikuar të serverave dhe kompjuterave? Për 15 minuta mblidhen të gjitha. Ato publikuan për 6 muaj, 9 muaj. 9 muaj. Pse? Po duheshin përpunuar shifrat, ashtu si donte Babloku, si donte komandanti legjendar, shoku Edver, dhe kjo është e gjitha. Edhe për këto rezultate. Ta shikosh ti që pse do zvarritet publikimi. Do zvarritet që të ftohet hadhva.
se këshu e nxehtë, ju djeg atyre në gojë, edhe pse është me luk druri e përzier. Ata do të zgjasin rezultatet, Celibashin, kryetarin Mao të Komisionit Qendror të Sjelljeve, aty e kanë, edhe do filloj jo po kjo, jo pa jo, po shqyrtojmë këtë, dhe se prap kujtohet në gjë, do më falish edhe 1 minutë, si qëndron puna me votat e diasporës. Kush i mori këto 9.8 milion eurot? I mori DHL-ja, ja dha qeveria dhe KQZ-ja, i kërkon llogari ku janë 50.000 zarfa që s'kan ardhur? Tjetër, i kërkon llogari DHL-s, ç'pun kanë ambasadat me zarfat e emigrantëve që kanë votuar? Në Greqi dhe Itali është fakti stërprovuar që u morën ambasadat. Dhe në fund, avioni i fundit, dje, erdhi 1 orë para se të mbylleshin kutitë e votimit. Po sa duhet që të shkarkohen kutitë, e të numërohen, sa duhet të vinë, dhe sa duhet kohë të pranohen, pra a nuk i kishin bërë këto llogari që duhet vinin para datës 11? Përpunuesit aty janë. Dhe në fund, incidentet, ka turp më të madh, drejtora të rëndësishëm, shefa, funksionar të lartë të Partisë Socialiste, iknin me vrap, edhe pse kamerat po i filmonin. I besoj ato të zyra Erion Braçës, apo sjelljet e atyre trimave në Vorë, apo në Dibër me Maybach 450.000 euro, Maybach i blinduar 009, apo Range Rover i kryebashkiakut Burrelit 119.000 lira sterlina. Ç'është që bashkia më e varfër në Shqipëri, kryetari merr Range Rover 119.000 euro. Sa pensioni i 1.190 pensionistëve e blen ai Range Roverin. Me lekët e kujt më, me taksat e shqiptarëve, bleje me lekët e tua, sa të duash e si të duash, në qoftë se i ke të pastra. Po s'ka lekë të pastra te këta mafioza. Kjo është e vërteta e madhe dhe dua ta mbyll me këtë fjalë. Sa tjetë Ramsesi i 3, i 4 apo i 5, si dush vërja, tash i duhet i themi Ramsesi i 4, se hyri për mandatin e 4, nuk ka zgjedhje në Shqipëri. Jo të lira, por nuk ka zgjedhje fare. Është një formalitet, një absurditet të besosh se në Shqipëri bëhen zgjedhje të lira dhe demokratike. Dhe kjo Shqipëri pretendon të hyjë në Europë. Në vitin 3000, që unë e ti dihet se ku do jemi, Shqipëria mund të kandidoj, se për të futur në BE, asnjëherë po tjetë Ramsesi i 4 në pushtet. Zoti Topollaj, falenderoj shumë për analizën e drejt për drejt të gjithë këtyre çështjeve që diskutuam. Edhe unë të falenderoj dhe të uroj çdo të mirë dhe uroj më të mirën për Shqipërinë dhe për shqiptarët, si një qytetar i thjeshtë që jam dhe që dëshiroj të mirën e vendit tim edhe të popullit tim. Nuk e paragjykoj popullin, nuk e bëj atë gabim, është një autogol i pafalshëm për këdo që të shaj popullin. Populli e di vetë, ashtu ka votuar ata që kanë votuar, dhe arsyet e tjera besoj se dolën nga kjo bisede përbashkët, sipas optikës time, e cila nuk kërkon, dhe mendimi tim nuk i kërkon askujt të imponohet. Pra, unë s'kërkoj askush të besoj këtë që them unë, vetëm po tjetë i mençur vetrim, le të më kundërshtoj duke më vërtetuar të kundër. Po gjeti qoftë edhe diçka të pasakt. Faleminderit. Faleminderit shumë dhe një herë të uroj më të mirë, atë rrofsh.